më vonë. Deshta me pyet për rolin e Fatmir Hauklajt Kobër, cili ka qenë roli Fatmir Hauklajt në Ushtrinë Qendrore të Kosovës? A e keni takuar në herë? Unë nuk kam pasur rastin drejt për drejti me të nuk kam pasur ndaj kontakt drejt për drejti me Fatmir Hauklajt, edhe koordinim me ta, se unë nuk i kam dhënë llogari, domethënë atina, dhe nuk ka qenë ai në zinxhirin komanduese. A ka pasur rol në Ushtrinë Qendrore të Kosovës, cili ka qenë roli i tij? Pa i kam mbështetur domethënë në Ushtrinë Qendrore të Kosovës. Dhe sa kom dëgjuar në kohën sa kom qenë atje, pjesën të cilët ka vlerësuar se e kanë me gjithë zemër ta bëjnë një luftë shërimtare për shtetin dhe pavarësinë e Kosovës, ai i ka mbështet maksimalisht. Problemet tjera cilat ka mujtë me pas brenda shtetit me shtetin e vetë, ato nuk e di. Kolonel, sipas juve, cili ka qenë roli Fatmir Hauklajt? Nuk e marrë me ato gjëra, ne kemi respektuar në aspektin institucional, subordinimin, ligjet e shtetit Shqipërisë dhe funksionimin ekskluzivisht në avëruar me punë tona profesionale dhe me institucionet e Shqipërisë dhe Valërisë. Për ndryshe nuk e përmenëm fillim që Naser Vllasi, komandant Kubra, është edhe njeri i afërt, apo është, nëse s'gaboj, ki Migja Azem Vllasin, a? Ogje, Migje, gjithçka. Gjithçka, a? A mujna me thonë kështu ish lideri komunist? Ish lider antar i lidhjes komuniste, ish lideri shqiptarëve në ditët më të vështira të Kosovës, kur gjithë janë ndërzu, ai ka qëndru përballë kasapit Slobodan Milošević me mjete politike, se ai s'ka qenë minister i mbrojtjes apo i ministrisë të punëve të brendshme. Po pse shpeshherë domethënë ka pas akuza ndaj tij prej ish burgosërve politik, kur kanë qenë student, kanë thonë që hajde çka po lëpni më shumë bollë keni, domethënë që kushtetutë kështu. Kam dëgjuar për intervista. Burgosin politik spari kanë një filozofi staliniste të Mao Tse-tungut, ku ka qenë diktator numër 3 Enver Hoxha, Mao Tse-tungu numër 1, numër 2 Stalini dhe Enver Hoxha. Prej 18 shteteve komuniste dikun si që dione, në enciklopedi, jo që kemi dashtë në familja jonë, apo që e dojmi Titon, se na asë se kemi pas baba, as gjak, as kur gjo, i vetëmi është Tito që nuk është shpallë diktator. Prej atyne 18 shteteve komuniste, gjithë tjertë kanë qenë atë radhitjen. Dhe Azem Vllasi, do me thonë, gjitha i ka rritë me dije, me merit, dhe ka qenë, do me thonë, shpëtimtari në kohën më të vështirë lidhje. Pse kam plaguar pas luftës, nëse se e kom pas, e kom po që ti ke reagu, do me thonë, kur është plaguar Azem Vllasi i vetmi njeri, do me thonë, prej familjes, kështu po mënoj publikisht ke reagu veç ti. Pse është plaguar? Po mu më ka ra me reagu se na i kemi pasë detyrat e ndame. A i do me thonë onën politike, onën ushtarakët të sigurisë, edhe unë ju marrë vesh edhe me antarët e familjes tjerë. Po, pikërisht mos me i dekodu dhe me ja marrë gjitha të arriturat e tina dhe kontributin e ti. Se edhe ta shifet që edhe mediat, do me thonë, gjithmonë mundohen me anashkalu Azem Vllasin. Mirë po, në historinë më të re, historia cila është ajo më e reja, do me thonë, edhe që do të korrigjohet me dojë mas, se kjo është kërkesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cila do të del vitin 2049, Azem Vllasi do të del për periudhën e lidhjes komuniste, kohës që ka qenë pushtet lideri numër 1. Njëtë si kurse del Ibrahim Rugova, presidenti, që e ka marrë me formu e lidhjen demokratike. Po mos të kishë qenë Azem Vllasi në burg, me siguri që s'kish ardhë në radhë Ibrahim Rugova me formu parti, po e kishë formu aj një parti demokratike, se mi pasmet malë, sa i përket shqiptarve apo
bosnjakëve dhe tjerëve, që ato shtete cilat e kanë kriju Kraljevinën, Sërbes, Slovene dhe Kroate, që ato janë që kanë edhe shkatru dhe prish Jugoslavinë. E Azem Vlasi kishë pas shumë e folë për Naser. Për Naser e kom pasur Azem Vlasi, për s'ka folë për Naser. S'folë se... S'folë se a i ka qef për veti me folë, për në s'folë. E individi, dhe shoqërisë është kur kalojme në nihilizëm. Edhe gjithë shka fillon nga unë. E kjo është dukuri që e përcjellin punëtën e shqiptarës përgjithësi. Në kohërat e duhet me pa gjërat në fora që kanë qenë edhe zhvillimet që kanë ndodhur atëherë, në rrethona edhe globale, edhe rajonale, edhe në tani mundna me dhënë një vlerësim. Vlerësimet që jepen në baza populiste ose trashëgimi i lirë, ato nuk janë relevante dhe valide. Tashti nuk mujna individet të personalizojnë edhe të klasin për individ. Po, nihilizmi nuk ekziston, duhet me pasin vazhdisht deri sot ku kena ardhur edhe ku kena me vazhdim. Kopër, është e vërtet që në vitin 2001 është vrarë babaja? Po, është e vërtet kjo është. Pse? Po kjo vetë tregon fakti se Serbët gjithmonë familjen tonë e kanë pas shënjestër, se familja jonë është një familje patriotike, ku s'ka odë në për trojet shqiptare, që se kanë këndu e këngën e bosnjakut, a nuk e din se ka të bëj ajo histori pikrisht me familjen tonë Vlasi. Pa dijet kush e ka vrarë së 1878. Po dijet ka pas gjykim, do me thonë ka qenë pregaditje për i qarqeve të sigurisë sërbe, po ato s'kanë mujtë me arë pa drejtësisë, sërbë lokal cilë kanë marrë pjesë në vrasjen e babës tem, kanë dalë para drejtësisë, janë gjyku një për i tyne edhe ka vdekë edhe gjatë vujtjes në burg, po fatkeqësisht burgin e kanë majtë në burgjet sërbe, marrëveshjet e unëmikut, si që kanë qenë në atë kohë. Edhe kjo detimushin men këta komandanta bateria që në bojë, pse e zgjodhen babën tem, e nuk e zgjodhen në i babë tyne, me masi pas kanë bo ka shumë edhe në bo generale, e në bo milionera e sene. Son të i këmftu dhe disa shahira vinë prej Gjilanit, prej anës të vënd, dhe më thonë anës Agim Ramadanit, edhe vinë për me këndu disa konë për betejën e Kosharës. A iftojmë? Iftojmë me ne, son të është Abedin Demiri bashkë me grupin e ti, me dorë të ekipit.